Pa dyshim, këto pamje janë momente feste, sepse askush nuk e dinte që ne sot do të mblidheshim këto, do të flisnim për vdekjen dhe çka na la pas shpati. Big Mama te e emocionuar, unë të kuptoj për këto emocione, sepse është e vështirë, pa dyshim që t'i shoh çdo momente që me shumë gjaz pas kanë qenë të fundit, apo jo? Po, shumë e vërtet, unë e kom në për disa intervista dhe atë ditë kur e kom kuptu lajmin, direkt më shkujtu këj gjirimi i fundit. Kë ishte takimi i fundit me shpatin, kë ishte darkë e fundit, kë ishte këngë e fundit. Sikur se e ndjehu, që dhe më le një kujtim bukur, unë për herë parë këtu e pashkët, nuk e dija se e do të transmetoni ajo. Fili kom shkërujt butrintit, i kom thënë, edhe nëse nuk transmetohet, unë du të kem atë gjirim, se sikur se i parandjehu gjitha gjërat me gjithë miqt, ka bisedu, ka fol, edhe tanë jetën ne kemi diskutu një duet të bëjmë bashkë me shpatin, po gjithmonë me që kemi qenë të afert edhe e kemi ditë atë si të punë sigur që do të bëjmë dhe njëherë, e kemi lanë pak si anësh.